Në Shqipëri mania për ndërtimin e kullave ka kaluar çdo kufi imagjinate. Nuk janë më vetëm trafikantët ndërkombëtar të drogës, oligarkët apo bossët e call centerave. Tani pjesë e këtij fenomeni janë edhe njerëzit e fesë dhe bamirësit, hoxhallar, priftrinj, ligjërues fetare, figurat njohura. Kanë nisur të përfitojnë leje për kulla në Tiranë, shpesh financuar nga donacione të dyshimta. Në mbledhjen e datës 17 dhjetor 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, në drejtimin e Edi Ramës, miratoi leje për kullat dhe resortet e radhës. Mes tyre një kull 17 kaçe në Paskuqan, me zhvillues Ab Vision SHPK dhe Darsi SHPK. Pronari i Ab Vision Myftiu i Tiranës, Gazmen Teqja, drejtuesi i xhamisë së madhe të Namazjas, kishte bler kompaninë në shkurt 2024 dhe në dhjetor mori leje. Siç thekson në artikullin e tij portali Prapaskena, kompania e themeluar vetëm në 2022 me kapital simbolik 1 milion lekë, ka bilance të brishta dhe të pamjaftueshme për një projekt kaq të madh. Një njëjta situatë është edhe me Darsi SHPK, aktivitet modest financiar dhe të ardhurat pamjaftueshme për ndërtim. Por mania nuk ndalet këtu. Në mbledhjen e 26 qershorit 2025, KKTU miratoi 40 leje ndërtimi. Përfshir një objekt vetëkatësh për Fondacionin Mirnjohja, një organizatë bamirësie me financime nga Kuvajti dhe Emiratet, drejtuar nga Samet Sheu. Transparenca mungon, ndërsa burimi dhe rrjedha e parave nga dyshime serioze mbi pronarët fundor dhe financimet e kullës. Një tjetër leje për kull ju dha edhe Kishës Autoqefale Ortodokse të Shqipërisë. Një ndërtesë polifunksionale, 2, 5 dhe 10 katësh me një kat parkimi nën tokë, një muaj pas zgjedhjes së kryepeshkopit Johan Pelushi. Pse i duhet Kishës një kull e tillë? Kjo pyetje mbetet pa përgjigje, por fakti tregon përfshirjen e institucioneve fetare në perandoritë financiare të ndërtimit. Siç thekson portali Prapaskena në artikullin e tij, investigimet e fundit zbulojnë se pasuritë e Elvis Naçit janë shpërndara në Europë dhe SHBA, duke përfshirë kompani, hotele, komplekse, qendra fizioterapie, prona, vila, makina luksoze dhe ferma, shpesh të kamufluara në Fondacionin Familjar Firdeus. Ramiz Zekaj, në mbrojtjen e Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam, ka krijuar një perandori financiare të ngjashme duke transferuar pasuri me vlerë miliona euro në emër të familjes së tij dhe duke përfshirë skema mashtrimi dhe pastrim parash nga Durrësi e Tirana deri në Pej. Një rrjet dyqanesh, vila, Instituti Kanadez i Teknologjisë dhe shtypshkronjat Millenniumi dhe Millenniumi i Ri 2 janë vetëm maja e icebergut të kësaj pasurie të përvetësuar nga bamirësia dhe feja, e cila është produkt i donacioneve arabe, por edhe i dallavereve në Tiranë dhe Prishtinë. Historia e zezë e këtij rrjeti do të zbulohet më tej në një investigim të thelluar. Mes oligarkëve, trafikantëve dhe bamirësve fetar, Tirana po shndërrohet në qytetin e kullave të dyshimta, ku ligji dhe transparenca janë vetëm formalitete. Marrë nga portali Prapaskena.